إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri nga ummeti zgjedhur, ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të jetojmë disa çaste me një pejgamber të madh, që Allahu Azza wa Jall këtë pejgamber e konsideroi në vete ummet. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall ibadetet e kësaj dite Allahu Azza wa Jall nga ne t'i pranon. Pra si treguam në hutbën e Bajramit, treguam se çfarë na lidh me këtë pejgamber të madh. Dhe pse Allahu Azza wa Jall na porosit në çdo namaz që të çojmë salavat mbi pejgamberin Allahut, duke lutur Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall ta bekon dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në atë formë dhe në atë mënyrë siç e ka bekuar Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Ndërsa sot vëllezër të ndershëm do të jetojmë në disa veçori cilësi specifika që i posedonte Ibrahimi alayhi salatu wassalam, ku meritoi që Allahu Azza wa Jall ta konsideron ummet në vete. Dhe në komentin e këtij ajeteve që Allahu Azza wa Jall e martoi Ibrahimin alayhi salam ummet, dietar kanë thonë që kupton se ka qenë njeri që të gjithë veçoritë e mirësisë i ka përmbushën dhe i ka përmbajt. Ka qenë i vetmi njeri që ka vlen që të jetë model në çdo aspekt. Për atë vëllezër të ndershëm, siç thonte Ibn Abbasi, sikur që një njeri në Islam të ishte sprovu sa është sprovu Ibrahimi alayhi salatu wassalam, s'kish pas mundësi t'i përballon dhe ta kalon provimin me sukses siç e kaloi Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Pra dhe unë shfletova dhe u lumtova dhe u përpiqja se cilët janë ato specifikat e veçanta që e boni Ibrahimin alayhi salatu wassalam të jetë ummet. Dhe i gjeta 7 specifika që e boni që i posedonte Ibrahimi alayhi salatu wassalam dhe meritoi të jetë ummet në vete. Mirë, më për shkak kohës ne vëllezër të ndershëm sot 3 apo 4 nga ato do t'i përmendmi. Përse Ibrahimi alayhi salam meritoi të jetë ummet në vete. Pse Allahu Azza wa Jall e martoi Ibrahimin alayhi salam si ummet. E para çështje vëllezër të ndershëm është marrëdhëniet e mira të suksesshme, maksimale që i kishte dhe i posedonte Ibrahimi alayhi salatu wassalam me Allahun Azza wa Jall. Nuk shfleton dhe nuk lexon ajete ku përmendet Ibrahimi alayhi salatu wassalam, vetëm se e varen se Allahu Azza wa Jall e veçon Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Për atë Allahu e përmeni 69 herë Ibrahimin alayhi salam Kurani Kerim. Derisa Allahu Azza wa Jall një kaptin, një surën Kurani Kerim e zbriti dhe e martoi me emrin e këtij pejgamberit të madh, Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Pra vëllezër të ndershëm, Ibrahimi alayhi salatu wassalam ishte njeri që donte Allahun Azza wa Jall, dhe Allahu Azza wa Jall donte atë. Ibrahimi alayhi salam ishte
i kënaqur me taktimin e Allahut Azza wa Jall, për atë meritoj që të ban pjesë në jetin radiallahu anhum wa raduan. Allahu ishi kënaqur me to dhe ato do të jenë të kënaqur me Zotin e tyre. Thot Allahu Azza wa Jall Kurani Kerim, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun. Ku Allahu Azza wa Jall e sprovoi Ibrahimin alayhis salam, të gjithë sprovat i kaloi Ibrahimi alayhis salatu wassalam. Ibrahimi alayhis salatu wassalam o sprovu çesh në rini, në veçanti në familjen e tij, o sprovu me babën e tij, o person dhe u dëbu nga shtëpia e tij. Ibrahimi alayhis salam o sprovu me shoqërinë, o sprovu me vendasit e tij. Ibrahimi alayhis salatu wassalam o sprovu me pushtetar dhe qeveritar të asaj kohe. Ibrahimi alayhis salatu wassalam o sprovu, o dëbu nga vendlindja e tij, më rrugën e xheretit për Allahun Azza wa Jall. Ibrahimi alayhis salatu wassalam o sprovu dhe në familjen e tij në Egjipt, kur ju grabit gruaja e tij. Ibrahimi alayhis salatu wassalam o sprovu, ku Allahu Azza wa Jall e privoi Ibrahimin alayhis salatu wassalam një kohë të gjatë dhe nuk i dhuroi atij evlad. Ibrahimi alayhis salatu wassalam kur o gëzu atit me evlad, Allahu Azza wa Jall e poroset që Ibrahimi alayhis salam ta largon fëmin e dashur të tij nga vendlindja e tij dhe ta lën me një vend të shkret. Pra kjo ishte sprova e madhe për Ibrahimin alayhis salatu wassalam. Mirë po kulmi sprovës e Ibrahimit alayhis salatu wassalam, si që përshkun Allahu Azza wa Jall dhe e konsideron nga sprovat më të mëdha të njerëzimit që mund njeriu të sprovohet. Thot kur arriti Ismaili alayhis salatu wassalam që të janë gjetë kraun dhe të ndihmon babën e vet, Allahu Azza wa Jall e poroset Ibrahimin alayhis salam që ta therr djalin e tij ta ban kurban. Pra vëllezër të ndershëm, sprovat e Ibrahimit alayhis salatu wassalam janë të shumta. Megjithatë Allahu Azza wa Jall na tregon Kurani Kerim, Allahu Azza wa Jall na tregon Kurani Kerim dhe thot wa Ibrahim alladhi waffa. Ibrahimi është njëri prej atyre që i kaloi të gjithë këto sprova. Ibrahimi alayhis salatu wassalam atë që i kaloi dhe ju përgjigj Allahut Azza wa Jall, para të arriti këtë epitet të madh, të merr nga ana Allahut Azza wa Jall, ku Allahu Azza wa Jall Ibrahimin alayhis salam e ban imam të ummetit, imam të tauhidit dhe të besimit. Pra vëllezër të ndershëm, sprova të mëdha kaloi Ibrahimi alayhis salatu wassalam. Megjithatë asnjëherë Ibrahimit alayhis salatu wassalam nuk jo prishrap nuk zemra e tij me Zotin e tij. Një ndër arsiet pse Ibrahimi alayhis salatu wassalam e meriton këtë epitet, nga se marrëdhëniet e mëdha, marrëdhëniet e mira i kish me Zotin e vet. Asnjëherë Ibrahimi alayhis salatu wassalam zemrën e tij nuk kanë gjendë jo kënaqësi me taktimin Allahut Azza wa Jall. Para vëllezër të ndershëm, e pyetën Imam Shafiun dhe i thanë, cila është më e mirë, njeriu të gradohet, njeriu të dekorohet apo njeriu të sprovohet? Thash Imam Shafiu, s'ka mundësi njeriu të lartësohet, të dekorohet para se të sprovohet. Parat Ibrahimi alayhis salatu wassalam ishte njëri nga ato, dhe transmeton Imam Tirmidhiu nga Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, që e pyeti pejgamberin e Allahut dhe i than pejgamberit e Allahut cilët njerëz janë më të sprovuar. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pejgamberët, e pastaj ato që i përngjajnë pejgamberëve. Pastaj pejgamberi Allahut sqaroi arsyen pse sprovohen më shumë pejgamberët, pse sprovohen ata që i përngjasojnë më shumë pejgamberëve. Tha pejgamberi Allahut se Allahu Azza wa Jall shiqon imanin zemrën tonë, nëse e shef se ka, nëse e shef se imani është i lartë dhe i fuqishëm, Allahu Azza wa Jall të sprovon sipas besimit tan, nga se Allahu Azza wa Jall me anë të sprovave Allahu Azza wa Jall që e ka lidh besimin në zemrat e besimtarve. Para dhe rrezullit të kësor, nëse shiqojmë sot
më të sprovuarit janë, më të fuqishmit që janë në iman. Për ata bota, sot ka me goj hapur, si ka mundësi që 200 dit, si ka mundësi që më shumë se 20 muaj, të bojnë rezistent, vledhit tanë Palestinë, si ka mundësi që të luftojnë me mbar botën, kur vetëm statistika që flasin në vitin 2024, 801 aeroplan, vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që sjellin me tonelata, që sjellin tonelata armatim për t'i gjuajtur vlezrit, motrat, fëmijët tanë në Gaza. Mos flasmi qërë mbar bota që ban eksperimente të gjithë llojeve të armëve. S'ka një lloj arme deri ditën e sodit që nuk është përdor dhe nuk është duke u përdor në këto vende vëllezër të ndershëm. Megjithatë ende qëndrojnë, kush i bani ato që të qëndrojnë, s'ka mundësi që të qëndrojnë një njeri vetëm se është çështja e besimit, ajo anë që e përforcon njeriun, për shkak se atë që e shpresojnë tek Allahu Azza wa Jall është shumë më e madhe se sa shpresojnë nga ndaj njëri tjetrit. Para do lejo të ndërshëm, para të dhe vëre kur e lexojmë historien këto ditë të Ibrahimit alayhis salatu wassalam, ko Ibrahimi alayhis salatu wassalam ishtë një që gjalin e ti të ban kurban, dhe sot e kësaj dite kemi musliman që për një dit i përcelin nan fëmi, për një dit gjegën shkromohan dhe i përcelin për ahiret dhe ende qëndrojnë kam, ende rezistojnë, ende ngrisin fjallën Allahut Azza wa Jall. Kjo nën kopton se armëria i takon të drejtës, kjo nën kopton se inshallah shumë shpejt Allahu Azza wa Jall do t'i gëzon ato dhe ne do t'na gëzon neve. Mirë po të janë sprovu vëllezër të ndershëm për çka se Allahu ka pa imanin e madh që e barti në zemrat e tyre. Pra do vëllezër të ndershëm, këto janë ditët që simbolizojnë ditët e sakrificës, ko muslimanët vazhdimisht kanë sakrifiku për të drejtën e tyre. Pra dhe Ibrahimi alayhis salatu wassalam sakrifikoi për Allahun e tij dhe arriti epitetin të jetë ummet në vete. Na vërtet jemi me shumicë 2 miliard, mirë po jemi si shkum e detit, si sta përshkujti pejgamberi Allahut. Mirë po burra janë ata të cilët qofshin nëse janë në numër pak, mirë po bojnë rezistent në pragun e derës e tyre. Janë ata të cilët e ruajnë besimin e tyre, e ruajnë dinin e tyre, e ruajnë pragun e derës e tyre, e ruajnë vatanin e tyre, i ruajnë drejtët e tyre, derisa Allahu Azza wa Jall të ke caktu të zbrit ndihmën. E s'ka dyshim se Allahu Azza wa Jall nuk i sprovon njerëzit më shumë se kanë iman, po Allahu Azza wa Jall i sprovon që të kalit imanin, besimin në zemrat e tyre, nga se ne jemi pranë sprovave të akhiri zamanit, dhe sprovat e akhiri zamanit ndodhin veçanërisht në këto vende. Pa këto janë hikmetet dhe urtësit e Allahut Azza wa Jall, përse Allahu Azza wa Jall i sprovon ato më të shumti, nga se ato janë rojtarët e dinit Allahut Azza wa Jall. Dhe imani kur do pësohet, siç ka thonë pejgamberi Allahut, në akhiri zaman imanin do ta gjeni në tokat e Shamit, siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rezistenca e ummetit është në këtë vit dhe këtu do të zhvillohen betejë të mëdha, siç ka paralajmëruar pejgamberi Allahut në akhiri zaman. Për çka këtë arsye Allahu Azza wa Jall vetëm po përgatit botën për ndodhi të mëdha. Para do lejo të ndershëm, Ibrahimi alayhis salam pse o sprovu Ibrahimi alayhis salam për shkak se e barte zemrën me iman të lartë, dhe Allahu Azza wa Jall i sprovon ata që kanë iman. Para të thot pejgamberi Allahu, ka njerëz që sprovon këtë dunja derisa të ecin sipërfaqen e tokës pa asnjë mëkat. Kjo ishte e para prej atyre që e boni Ibrahimi alayhis salam ummet në vete. E dita prej atyre sjellja e mirë e Ibrahimit alayhis salatu wassalam
në veçanti me antarët e familjes së tij, e në veçanti me prindët e tij. Pra do lejo të ndërshëm respektimi prindëve, a pjesë e besimit ton, që thonë të Ibn Abasi, trajetën Kurani Kerim ka zrit bineq, nuk pranohet pjesa e parë, nëse të mungon e dyta. Kush janë këto trajetë, thot Allahu Azza wa Jall, Kurani Kerim, o anishkur li wa li walidayya wa ilayya al-masir, të jeni mirënjohës ndaj meje dhe ndaj prindëve. Gjithashtu thot Allahu Azza wa Jall, wa aqimus sala wa atuz zakat, falë në namazin dhe jep në zekatin. Nuk pranohet pjesa e parë nëse mungon pjesa e dytë, dhe nuk pranohet pjesa e dytë nëse mungon pjesa e parë. Gjithashtu thot Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, wa atiu Allah wa atiu Rasul, dhe bingjuni Allahut Azza wa Jall dhe ndjekni pejgamberin Allah. Gjithashtu këto janë tre ajete bineq që i përshkruan Ibn Abasi, e Allahu Azza wa Jall na tregon komunikimin e Ibrahimit alayhis salam, edhe pse baba i tij ishte mushrik politeist, i cili kthente idhuj, mirë po Ibrahimi alayhis salam ju drejton të babas vet me fjalë të buta, me fjalë të urta, dhe i thajke ja ebeti lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni minke min Allahi shay'a. O baba im, përse pe adhuron atë të cilën nuk dëgjon, përse pe adhuron atë të cilën nuk shiqon, përse pe adhuron ajë që nuk sjell ti e dobi fare. O baba im, unë kam frikë se po zbret dënimi Allahut Azza wa Jall. O baba im, Allahu më ka dhuru dituri që nuk të ka dhuru ti, më paso, do të tregoj rrugën e drejtë. Ja ebeti, o baba im, me gjitha ta, sjellë e babas vet, deri në fund, i tha Ibrahimit alayhis salatu wassalam, nëse ti vazhdon me këtë rezistencë dhe nuk e adhurën Zotat të cilët i kthen mbi ne, do të përzon prej shtëpisë time dhe largohu, e qit prej shtëpisë vet. E Ibrahimi alayhis salam i thot, do të lutna për ti, Zotit tim, do të lutna për ti, o baba im, që Allahu Azza wa Jall të fale. Pra të Allahu Azza wa Jall e ka ndelu që njeriu të lutet për jo besimtarin, e ka përjashtu vetëm njanin, atë që e ka përjashtu Ibrahimin alayhis salatu wassalam, që i ka premtu babas vet se do të lut në Allahut Azza wa Jall për ti, o baba im, që Allahu të fale. Ash lut për babën e vet, selamun alejke, i ka thonë selam babas vet, ka dal pe i pragut të shtëpis, ash dëbu nga baba e vet, nga se ash kërcnu me mbigje. Ibrahimi alayhis salatu wassalam, për ata djetarë thojnë që Allahu Azza wa Jall e begatoj Ibrahimin pleqni me fëmi, dhe jo fëmi të thjesht, mirë më me pejgamber të mdhej, Ismailin, Ishakun dhe Jakubin. Allahu ka tregun Kurani Kerim për shkak respektimit të prindëve. Dije se respektimi jot ndaj prindëve, edhe nëse prindit ta kthejnë me të keq, Allahu Azza wa Jall ta kompenzon. Allahu të dhuron fëmijë të hajrit. Ibrahimi alayhis salatu wassalam, o baba i pejgamberëve, nga se respekton të baban e vet, edhe pse baba vet ishte mushrik, nga se u sjellte mirë me baban e vet. Pra thonë të pejgamberi Allahut, s'kam pa dy dënime të cilat më të ngutra në dunja para ahiretit, njëna prej atyre mos respektimi prindëve. Ibrahimi alayhis salam arriti epitetin ummet, nga se i respekton të prindit edhe pse ishin jo besimtar. E çat flasmi ne vëllezër të ndeshëm, këta ditë që nuk respektohen prindërit, i kthehet fjala prindërve, nuk kushtohet rëndësi për prindërit. Krenomi se ne kur të hapmi shtëpi për pleq, ndërsa pleqt janë ata të cilët duan të plakën në pragun ton, duan të plakën në shtëpit tona. Pleqt janë ato emaneti Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall e kalon mbi supet tona. Pra du le të ndërshëm respektimi prindëve, kujdesin ndaj tyre. E bon Ibrahimin alayhis salam qet baba i pejgamberëve. Allahu Azza wa Jall Ibrahimin alayhis salam e përgëzon në pleqni me fëmijë të hajrit, pejgamber të zgjedhur, ku prej sejnë për prej tyre, prej sulalës e tyre, Allahu e përmbill dhe mesazhin e fundit me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na dhuron edukat
siç ka e pa posedu Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Gjithashtu vëllezër të ndershëm, transmeton Aisha e cila thot, ka thonë pejgamberi Allahut, më i miri nga ju është ai i cili më mirë sjellet me familjen e tij. Dhe thot pejgamberi Allahut, unë jam më i sjellshëm me familjarët e mi. Pra më i miri nga ju është ai i cili sjellet më mirë me gruan e tij. Ibrahimi a.s. ishte umet, ishte shembulltir, ko sjell më së mirë prej gjithëve me bashkëshortet e tij. Pra Ibrahimi a.s. edhe pse Allahu Azza wa Jall nuk e begatoi deri thuajse në moshën 80 vjeçar, nuk e begatoi me fëmijë, nuk e qortoi gruan e tij, e respektoi Sarën dhe o lëndua Ibrahimi a.s. mëse shumë të ditët e Egjiptit, kur i grabitet, ku i mirët me dhunë gruaja e tij. Dhe pëson Ibrahimi a.s. gruan e tij edukonte se si ka mundësi të shpëton kohën e kritikave. Kohën e sprova nuk shpëton vetëm Allahu. Për këtë arsye transmeton Imam Buhariu që thot, kur ju grabit dhe ju mor Sara Ibrahimit a.s. në Egjipt, nga mbretja sa i kohë zullëmqar, merr abdes Sara dhe i fal 2 rekat namaz, dhe i thot, o Zoti i madh, nëse të kam adhuruar vetëm ti, dhe nderin tim nuk e kam, dhe nderin tim nëse e kam rujtën vetëm për burrin tim, mos ja mund të këtij zullëmqari jo besimtari të afrohet te unë, dhe i bete fik dhe shtangohet ki mbret. 3 herë tenton që të afrohet dhe nuk e arrin. E pastaj friget mbreti i Egjiptit dhe e liron Sarën duke ja dhuru dhe Haxherin, një shërbëtore të Sarës. Sara ja dhuron Haxherin, burrit dhe vet, pasi që i ke shmush 80 vjet. Ndoshta Allahu Azza wa Jall e gëzon me fëmijë. Pra thot pejgamberi Allahu, nëse doni me ditë se kush është e pari, cila grua e para e cila ka lidhën shok, cila është gruaja e parë e cila ka lidhë moshullak, cila është gruaja e parë që e ka shtrëngu barkun e saj, është vëllezër të ndershëm Haxheri, nana Ismailit. A dini përse Haxheri e shtrëngoi barkun e saj? Nga se kur ngeli Haxheri 7 zane, kishte respekt ndaj Sarës. Për këtë arsye e shtrëngon të barkun e saj që mos të jetohet se është 7 zane dhe mos të lëndohet ortakja e saj Sara. Pra të vëllezër të ndershëm, aq edukume ishte Haxheri, derisa kur lindi fëmiu, filloi Sara të gjelozon, dhe Ibrahimi a.s. janë kohët Allahut Azza wa Jall, si është gjelozia mes ortake, dhe Allahu Azza wa Jall e porosit që të largon Haxherin bashkë me Ismailin të qonë dhe të len me një vend të shkret. Kod Allahu Azza wa Jall hapat e nanës a Ismailit do t'i ban histori të mban njerëzimit dërë ditën e kiametit. Pra Allahu të ndërshëm, Ibrahimi a.s. nuk pyet djerë e qonë, e dërgon Haxherin dhe Ismailin, e len me një vend të shkret, kur nuk ka vegla të jeteset në këtë vend. E pas ta i vrapon Haxheri pas Ibrahimit dhe i thot, ja Ibrahim, ku puna le në këtë vend të shkret? Ja Ibrahim, ku puna le në këtë vend të shkret, kur nuk ka vegla të jetesës? Derisa Haxheri në fund thë, ja Ibrahim, Allahu të ka porosit të po, hec, që i transmetoni Ibn Abbas, hec, se Allahu nuk në leje pas dore. A gruaja që e mbështet Allahu Azza wa Jall, Allahu nuk e la pas dore nanën e Ismailit, e begatoi me ujë më të famshëm, më të ndershëm, më të mirë si për faqen e tokës me ujin e Zemzemit. Hapat e saj i bani ibadet,
sot e kësaj dite nuk ka njeri që e viziton Qabën, e krin umrën apo haxhin, vetëm se do të hece ku ka shkel komt e nanës së Ismailit alayhis salatu wassalam. Pra vëllezër të ndershëm, kjo ishte e dhimbshme për Ibrahimin, mirëpo ishte për fillje gjithashtu e urdhit Allahut azza wa jall, e pasi skenjohet dhe largohet Ibrahimi alayhis salatu wassalam, i ngrit duar dhe lutet për familjen e tij dhe thot: Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. O Zoti i Madh, unë një pjesë të familjes time, një pjesë të zemrës time, një pjesë të shpirtit tim e kam lënë me një vend të shkret. Pse e lave ja Ibrahim? Li uqimus salat. Qëllimi im a që të bojnë namaz, qëllimi im a që të bojnë namaz. Li uqimus salat faj'al af'idatan minan nasi tawi ilayhim. Bani shpirtat e njerëzve që përmallohen për këtë vend, bani ato që i me i presin misafirt e Allahut në këtë vend. Para të vëllezër të ndershëm, warzuqhum min ath-thamarat, bane ato që të kenë frute. Sot e kësaj dite janë frutet me duan e Ibrahimit alayhis salam, që nuk i posedon bota. Të gjithë llojet e frutet janë në këtë vend për shkak duas që ndëgjoj Allahu azza wa jall në vendin e shkret. Allahu azza wa jall e ban që të përballohen shpirtat dhe zemrat për këtë vend, që të shkelin miliona njerëz në këtë vend, sot në vend të shkret. Allahu e ban që të boron ujë më i pishëm, më i mirë si për faqen e tokës, dhe të gjithë frutet të ekzistojnë në këtë vend për shkak lutjes së Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Para të vëllezër të ndershëm, dhe kthehet Ibrahimi alayhis salatu wassalam në Palestinë tek Sara, e kur largohet xhelozia nga Sara, edhe plakat Sara, Allahu azza wa jall e beqaton Sara për shkak të sabrit, sakrificës që e bani me Ibrahimin alayhis salatu wassalam 80 vite, që e shoqëroi dhe nuk e la Ibrahimin të vetmuar. Allahu azza wa jall i dërgon melek dhe thuat se i pari që i ka gostit misafirët është Ibrahimi alayhis salatu wassalam, dhe kjo është tradita, zakoni dhe suneti Ibrahimit alayhis salatu wassalam, që të nderohen musafirët, dhe pejgamberi Allahut e konfirmon këtë adet, këtë zakon që e ka pas Ibrahimi alayhis salam. Erdhën misafirët dhe nxiton Ibrahimi alayhis salam, që ja sjell atyre një vit të pjekur. Nuk e konsideroi ai masraf me ja prezentu misafirëve që prezentuan mirë, po Ibrahimi alayhis salam nuk e dinte se janë melek, dhe kur ja afroi ato nuk ngranën nga se melekët nuk hajnë. O frik Ibrahimi alayhis salatu wassalam, atëre i treguan se janë Gjibrili dhe Mikaili, kanë ardhur për një miqdë të madhe. A din cilën miqdë ja pronën Ibrahimit alayhis salatu wassalam? E begatuan Ibrahimin alayhis salam, e përgëzuan se Allahu azza wa jall na ka thënë me një përgëzim të madh që Sara do të jetë shtatzore dhe do ta linë një pejgamber që i quhet Ishak. E për Ishakut do të linë Jakub, e për Jakubit do të linë Jusuf, pra pejgamber pas pejgamberit të Isa alayhis salatu wassalam. Edhe ka gru kur i ndëgjoj këtë fjalë, plaka e cila ishte 90 vjeçare, tha unë kanë mundësi të lindi, unë në këtë moshë, edhe burria më është plak. Tha Gjibrili alayhis salam, apo çuditësh me urdhin Allahut, apo çuditësh me kudretin Allahut. Pra Allahu azza wa jalla, të cilën nuk është e zakonshme, ban të zakonshme me fuqinë e tij. Pra vëllezër të ndershëm, këto ishin disa specifika të Ibrahimit alayhis salatu wassalam, i cili një pjesë të familjes e kishte në Palestinë, tjetrën pjesë të familjes në Qabe, dhe vizitonte kopaskohe, siç ka thënë dietar, me burakin, me atë të cilën i barti pejgamberit Allahut dhe e barti pejgamberin Allahut, e vizitonte pe Ibrahim alayhis salatu wassalam, të di familje dhe bante drejtësi ndaj këtyre, derisa Allahu azza wa jall këto ditë i bani ditë të mëdhaja, që thot pejgamberi Allahut, dita më e madhe, dita më e madhe vitit, dita e Kurban Bayramit. Kjo dita më madhështore, më e madhe tek Allahu azza wa jall, dita më e dashur tek Allahu azza wa jall. Para këtë arsye sot preferohet që të madhrohet Allahu azza wa jall. Sot nuk ka vend për xhelozi, sot nuk ka vend për
për inati me njërin tjetrin. Sot nuk ka vend për hidhërim. Sot vëllezër të ndershëm, dua që zemrat tona t'i nënshtrojnë Allahut Azza wa Jall dhe t'i përgëzojmë të gjithë besimtar, të solidarizohemi me gjithë besimtar, të lutemi për gjithë besimtar dhe të lutemi për ata që ishin misafir të Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall t'i kthen të pastruar prej gjunave, t'i kthen në familjen në vatrat e tyre, të pastruar nga mëkatet, të pranuar duat dhe lutjet e tyre, dhe ta mundson Allahu Azza wa Jall viteve të ardhshëm që të jemi misafir të Allahut Azza wa Jall dhe ne t'i përgjigjemi Allahut duke thënë lebeik Allahumma lebeik në tokat e Arafatit, në tokat vendin kur shkeli kama e parë e Ademit a.s. dhe gjithë pejgamberëve të Allahut dhe thuat se ka marrë emrin Arafatit se Gjibrili a.s. ja mësoi Ibrahimit a.s. kufit e Arafatit dhe i thënë të ja Ibrahim Araft, ja Ibrahim, a e kuptove ku është kufit e Arafatit? Në këtë vend duhet të qëndrojnë haxhiler, që qëndruan gje e sot gjuat gurip, kur gjuan vetëm me një vend, thuat se Ademi a.s. në këtë vend të paraner u taku me shejtanin iblisin, i cili e mashtroi dhe nxjerri prej xhennetit, që e mashtroi Ademin a.s. dhe e boni që të lakmon ta nga pema e përhershmërisë. Pra Ademi a.s. lakmon të si që lakmon çdo njeri, që të jeti përhershëm në mirësi, e pastaj harroi Ademi a.s. urdhin e Zotit vet. Pra të pejgamberi Allahut, harroi Ademi, harruan bijtë e Ademit, gaboi Ademi, gabojnë dhe bijtë e Ademit. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu gabimet tona Allahut na i fal. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salam.